Mirë se erdhët në rubrikën Bima dhe Shëndeti. Përshëndetje doktor, kënaqësi që ju kemi këtu. Gjithashtu edhe nga ana jonë. Sot do të trajtojmë një temë delikate, por shumë të rëndësishme për shëndetin kryesisht të moshuarve. Shpesh e heshtur, e neglizhuar, bëhet fjalë për kapsllëkun kronik të tyre, arsyet që çojnë kryesisht këtë grup mosh tek ky shqetësim shëndetësor dhe si ndikon stili jetesës, medikamentet që ata përdorin pikërisht në shfaqjen e kapsllëkut kronik apo aq më tepër në mirëqenien e tyre mendore, fizike, emocionale, sepse janë të lidhura dhe doktori do të na shpjegojë se si janë të lidhura këto. Po, sigurisht. Është një tematik, shiko, edhe të rinjtë kanë këtë problematik, ndoshta e neglizhojnë edhe nuk e trajtojnë, të moshuarit ankohen më shumë kanë përshtypjen për këtë problem. Po patjetër, te këta jo vetëm që rëndojnë vitet e moshës, por unë do të thoshja së pari është keq ushqyerja. Ka plot që bëhen kështu kaps, që mezi defekojnë ndoshta 1 ose 2 herë në javë, dhe pyetja e parë që ju bëjnë është çfarë konsumon në mëngjes. Po ja, thotu, ne kaloj mëngjesi me vezën, me djathin. Mëngjes tipik shqiptar, vezë, një mëngjes, po. Edhe ndoshta mund të fushi edhe qumësht ose kos. Pi dhe atë kafen, thot, edhe kështu. Atëherë i them, kafja mirë është, se të ndihmon në jashtëqitje, po as veza, as kosi, as djathi, nuk kanë ato fibrat e tretshme që të ndihmohet defekimi. Pra, këtyre ju duhet që të marrin fibra, kjo është e para, po nuk morën fibra gjatë ditës, atëhere detyrimisht që do të shfaqet ky konstipacion. Vazhdoj t'i pyesim në drekë, për shembull. Ngelen ndoshta tek ndonjë gjellë tradicionale, po prap shumë e pakët e pasur në fibra, dhe vazhdoj t'i pyes për ecjen, sa lëviz gjatë ditës. Po ja bëj ndonjë pazar të vogël, thotë shkoj këtu, e përkthyer në hapa, afërsisht ndoshta 1,5 kilometër. Janë që të tre këta faktorët që e ndihmojnë, e stimulojnë konstipacionin. Po medikamentet që pinë, sepse kjo grup mosh pi një numër të konsideruar medikamentesh. Po le të themi, dieta e varfër në fibra, lëvizjet e pakta, uji që pinë për shembull 2-3 gota në ditë është shumë pak. Pra, këta i çon në një dehidratim të trupit dhe sigurisht që ky dehidratimi do të më shoqërohet edhe me një peristaltik të ulët të zorrës. Dhe tendenca e zorrës më vonë është që kjo të bëhet dembele. Dhe me të vërtet ashtu bëhet. Por le të vazhdoj më tej. Kemi një njeri të moshuar i cili mundet marrë medikamente për shembull për Parkinsonin, që detyrimisht ndikon për keq te zora e trash, po mund që të marri për shembull për pagjumësinë, dikush për ankthin, për stresin, për depresionin, pra të gjithë medikamentet që merren për qetësimin e sistemit nervor ndikojnë për keq. Paksojnë, si thua, ngadalsojnë peristaltikën e zorës së trash. Pra ai muskuli fillon të uli shumë ritmin e lëvizjes. Vazhdojmë për shembull tek njerëzit që janë me diabet. Edhe këta kanë pothuajse të njëjtat simptoma nga medikamentet, këta do të vënë detyrimisht tek një konstipacion i vazhdueshëm, nëse nuk marrin fibra, le të themi për çdo 1000 kalori, le të kemi 15-20 gram fibra. Plus edhe këto lëvizjet, këta diabetikët që i kanë pak të kufizuara ndoshta edhe nga këmbët që ju dhëmbi, ndonjë gishtë që mund të nxihet e kështu me radhë, neuropatitë diabetike e kështu me radhë, atëherë edhe ky grup futet tek kjo temë që ne trajtojmë sot. Por jo vetëm kaq. Ka plot të tjerë, për shembull, që bëjnë, si thua, një jetë jo të rregullt në drejtimin e asaj që kërkon trupi i tyre, fiziologjia e tyre. Jo vetëm ai uji i pakët, jo vetëm ajo dieta e pakët në fibra, por fusin për shembull, ndoshta mundet që të marrin, le të themi, kur e hana të vezën e ngjyejnë me rigon. Edhe kjo e mbledh zorrën, e të kurr. Po patjetër, po han mishin për shembull, marrin edhe djathin, që të dyja këto konvergojnë me njëra tjetrën. Pra, ose njërën, ose tjetrën. Pra, kur konsumojmë mishin edhe djathin, kemi predispozita për të shfaqur edhe, apo nuk shkojnë me njëra tjetrën? Nuk i bëjmë një shërbim të mirë organizmit,
si të thuash, edhe kjo në vlerat të larta proteinike, por edhe djathi në vlerat e larta. Pra një copë djath të mban, si thuash, e mban trupin gati 2-3 orë. Trupi do të mbaj aq sa mundet që të absorboj nga këto të dyja, por këto që luftoj njëra tjetrën dhe organizmi mund të marri gati çerekun e kalorive. Dhe harrojnë që as mishi, as djathi nuk e shton peristaltikën e zorës. E kuptova. Pra Doktor, me qënë se jemi duhet një perime, po? Të ky kombinim, pra duhet një perime që të ketë fibra edhe që të... Me qënë se jemi të shtoj peristaltikën, po. e zorës, kombinimi i mishit dhe i djathit, a e pengon djathi përthithjen nga trupi të hekurit që ka mishi? Ose kur konsumojmë spinaç me djath? Prandaj thash këto kundërshtoj njëra tjetrën. Më mirë merr proteinat nga mishi, merr fibrat nga perimet, zarzavatet, nga ndonjë far, për shembull, qofte edhe gruri i mbirë, që është i mrekullueshëm, në i tërshër e mbirë që filizat e këtyre, që janë të mrekullueshme, e shtojnë peristaltikën e zorës, ose qofte edhe kështu këto musli që bëhet për shumë një përzierje midis tërshërës, midis farave të lirit, të qijas, fara lule dielli, fara kungulli, pra çfarë do një mëngjes me fibra, unë mendoj të ajo paketa e muslit janë të mishëruara që të funksionoj për mirë në organizëm. Duhet jetë besoj mëngjesi të moshuarve. Është një mëngjes i mrekullueshëm, pra pak kos. Nëse duam ta bëjmë çik më luksoz, kos një gotë, aftësisht 2-3 lugë gjelle musli, është boll e mjaftueshme. Për këta, të hedhim 1 lugë gjelle boronic ose aronja, është e mrekullueshme, dhe në të nëse dua mund të shtojmë ndonjë vaj për shembull, ose ndonjë ekstrakt balsamik që e ndihmon tretjen dhe ashqitjen, ose ndonjë vaj liri, ose vajin e farave të qijas, ose nëse kemi atë vajin e farave të mollës. Pra, janë disa vaj rabimore që përmbajnë këto omega-3 shingjashën, këto acidet oleike, dhe e ndihmojnë, e shtojnë peristaltikën e saj. E kuptova. Çfarë ndodh në trupin e një individi, vetëm të moshuarve, nëse nuk defekojmë rregullisht? Cili është problemi që shfaqet në organizëm dhe sa i shpesh duhet të jetë jashitja? Le të marrim për shembull fiziologjin. Vjen masa e përpunuar e ushqimeve nga zorët e holla, hyn në zorën e trash në formën e një uji. Masë shumë ujore, është gjithë shka ujore. Futet në zorën e trash dhe ajo është e ndarë në pjesë në segmente. Le të marrim atë pjesën ngritëse të kolonit, ku fillon përthithja e ujit bashkë me mineralet. Vazhdon të kolonin në atë pjesën transversale. Edhe këtu bëhet po i njëjti proces, dhe le të themi, vazhdojmë në pjesën në rënëse, dhe gjithë masa mblidhet aty tek pjesa e sigmës. Sigma është ajo si S që është tek zora e trash. Ndërkohë që masa ka ardhur këtu, qimet thithëse vazhdojnë përsëri që të thithin ujin. Dhe ajo masa, si të thuash, po trashet. Po merr një konstipacion, po merr një... Sepse i është përthithur sasia e ujit dhe ajo qimet thithëse aty vetëm thithin ujë dhe kripra minerale. Dhe mbetet pjesa tjetër. Ndërkohë që mbushet kjo pjesa e sigmës, pra me kalimin e kohës, kjo u mbush. Atëherë e çon tek pjesa e rektumit, e cila si thua ka qenë e kontraktuar. Kjo fillon që të fryhet, të enjtet, të mbushet, relaksohen muskujt sepse mbushet me masë, dhe prap këtu qimet thithëse vazhdojnë të thithin ujin. Ndërkohë që kjo po mbushet pjesa e rektumit, pra jemi gati në pjesën e fundit të zorës së trash, në atë 10 cm e fundit, që ka ardhur masa dhe është depozituar. Nëse kjo nuk i çon sinjale trupit për t'u jashtëqitur, atëherë qimet thithëse prap do të thithin ujin dhe kjo bëhet shumë e thata. Dhe kur të dali pastaj, ajo ka shumë të ngjarë që të na krijojë këto fisurat anale. Pra, del një gjë e thatë, gërvish mukozën e brendshme të pjesës së rektumit dhe të anusit aty në fund, është ajo 5 cm i fundit, ku është kjo linea prota, është një vijë, kështu që mblidhet të kurret, dhe kjo këtu pasaj do të vazhdoj të inflamohet.
Por, ndërsa feqja ka ardhur në pjesën fundore të rektumit, dhe kjo ka dhënë një sinjal aty tek pjesa e sakrumit, e kërbishtja, është një qendër që çon impulse, sinjale, që kjo zora e trash, atë sfinkterin e brendshëm të pjesës fundore, të filloj ta ngacmoj, ta relaksoj, si të thuash. Dhe ndërkohë që kjo relaksohet, ky sfinkteri i brendshëm, flasim në pjesën afër fundit, afër anusit, kjo i çon sinjale trurit. Atëherë truri e analizon, për shembull, është momenti edhe vendi i përshtatshëm që ky njeri të shkojë për ta shkarkuar apo jo. Nëse nuk është, truri nuk e jep komandën që kjo zorë të trashet, të lëshohet, të zbrazet. Kjo është, si të thuash, kjo është një proces që duhet të ndodhë normalisht brenda 24 orëshit? Po, patjetër. Nga gjitha vaktet që ka konsumuar 24 maksimumi deri në 36. Po është mirë kështu që duhet të ndodhi. Dhe trupi, unë them, duke qenë që është një qenie biologjike në natyrë, i përshtatet shumë mirë edhe rrotullimit të tokës rreth diellit. Atëherë, do të thotë që është shumë më mirë kur mëngjesi është një orar shumë i përshtatshëm deri në orën 7 të mëngjesit, që ajo pjesa e rektumit të zbrazet, që ata muskujt megjithëse janë qenë të zgjatur, të relaksohen përsëri dhe të kurren të mbyllen. Atëherë, nëse kjo nuk bëhet, për shembull, po e quajmë trupi ja çoi një herë sinjalin, 2 herë, truri nuk reagoi, mundet që të kemi përsëri një konstipacion. Pra, nëse nuk e dëgjuam trupin që na i dha truri sinjalin për ta zbrazur, por ne nuk shkuam për një arsye se për një tjetër, ne përsëri mund që të kalojmë në një konstipacion. Dhe ky konstipacioni të jeni të bindur që do shoqërohet me një patologji më mbrapa. Për shembull? Është kjo fisura anale. Një. E dyta, nga sforcot që mund të bëjë njeriu, pra ne kemi parasysh që njeriu çfarë bën kur don të defekojë. Mbledh forcërisht muskujt e barkut, shtyn diafragma pjesën e zorëve poshtë dhe ndodh ajo zbrazja. Ndërkohë që ky mund të sforcohet kështu, mund që disa vena ose një venë në pjesën e fundit ose 2 të fryhen të enjten dhe na krijojnë ato venat varikoze. Pra krijojnë ato hemoroidet. Ja kuptova. Të cilat kanë tjetër pastaj avase nga një sindrom, si thuash, arritëm tek një patologji, tek një sëmundje. Tani këtu e kuptuam që sa e rëndësishme është mënyra se si dhe shpeshtësia që ndodh tek një individ për të defekuar me mirëqenien mendore. Po, patjetër, po. Lidhja mes trurit edhe mes zorës. Ai i jep komandën përfundimtare. Pra, imagjinoj një individ që këtë proces të kësaj ore cirkadiane që u përmendët, që duhet jetë një në 24 orë, maksimumi në 36, të mos ndodhi. Pra, ky individi këtë proces ta ketë një herë në javë. Çfarë ndodh si ndihet ai person, çfarë probleme ka? Ja, e para ai do të ndihet i kputur, sepse ai ujë që ka qenë bashkë me feqen për të shkuar në kanalin e ujrave të zeza, qimet thithse që ndodhen në këtë pjesën e sigmës dhe të rektumit, vazhdojnë që të thithin ujin dhe këtë ujë e fusin në gjak. Pra, gjaku, si thuash, fillon që të kontaminohet me ujin e feqes. E para. E dyta, prishet ajo balanca hormonale ajo balanca në sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Pra, organizmi merr, këto depozitohen në fundin e zorës, rektumi është i mbushur, sigma është e mbushur, dhe gjithë zora e trash pastaj fillon që të toksifikojë vetveten. Por, zora e trash është e ndarë në pjesë, se i cila pjesë ushqen një organ të caktuar. Dhe komandat në mënyrë të pavullnetshme, ajo pjesa e sakrumit S2, S3, S4, çon sinjal që kjo zora të hapi ato muskujt e sfinkterit të brendshmit. Gjithçka në këtë moment është, si thuash, në një mënyrë të pavullnetshme. E vullnetshme është kur këto muskujt e sfinkterit në fund fare ngacmohen në mënyrë të vullnetshme nga sistemi nervor, që këto të hapen dhe gjithçka të shkarkohet. Po kur shkarkohet, një feqe e ndënjur një javë aty, jo vetëm që ka helmuar gjakun dhe organet,
por ajo do e çaj, do e gërvishi pa diskutim zorën e trash. E pa dyshim edhe mirëqenia mendore do t'jetë në krizë. Këta persona mund t'jenë me Sepse ndonjë nuk na ka mjegull. shkuar gjak i pastër në tru, po gjak me ujin e feqes. Qartë. Nuk e themi këtë për t'i tmerruar këta njerëz, por për ta marrë më tepër seriozisht këtë për ta marrë seriozisht që kjo sindrom, kjo shenjë, kjo simptom do të na çojë në një ditë më të keqe. Po, patjetër. Po që se ne marrim masa që të ham mishin, për shembull, po ta shoqëroj me jeshilliqe, qoftë me spinaqin, qoftë me lakrën, me qepën, me hudrën e gjallë, që në vendin ton pothuajse 12 muajt e vitit janë të gjitha. E drejtë. Dhe që ushqehen nga një ndriçim diellor i plot pothuajse 12 muajt e vitit, atëherë ne plotësojmë gjitha kushtet që të jemi shumë të shëndetshëm. Edhe tretja tjetë më e thjeshtë. Shumë më e lehtësuar, patjetër. Shumë herë më e lehtësuar. Plus e plotësojmë për shembull edhe me rrënjat e ndryshme, është ajo rrepa e bardha, i panxhari i kuq, rrepa e kuqe e kështu me radhë, të cilat edhe këto, nëse ne do t'i përdorim, për shembull, e para unë ju them kështu, atë rrepën e kuqe, përdoreni si një indikator. Që do të thotë, marrim indikatorin e vendosim kush na tregon kush është faza, kush është nuli. Marrim indikatorin e rrepës së kuqe, indikator në kuptimin figurativ, metaforik, po. Sepse i themi, ti njeri, për ta provuar se si e ke tretje dhe jashtëqitjen, konsumo për shembull panxharin, e kemi treguar, një gotë panxhar ose i panxhar të zier, ose të zier pak merr 4-5 copa. Shikojmë kur do dali urina me ngjyrë të kuqëremt. Dhe ne kontrollojmë sistemi urinar, veshkat filtrojnë mirë apo jo. Brenda 4-5 orësh maksimumi jepet ngjyra në urinë. Në jashtëqitje? Në jashtëqitje. Brenda 24 orëshit? Maksimumi brenda 24 orëshit. Po. Nëse ky nuk defekon me ngjyrë të kuqe mbas 24 orësh, deri në 36 quhet normale. Mbi këtë nuk është normale. Ky duhet të bëjë disa ekzaminime. Jo, ajo mund të jetë tretur për shembull, por mund të na futet zora e trash është kështu si me xhepa, po ta shikojmë kështu. Xhepa, të cilat kur mblidhen, shtrydhen dhe shtyn atë ushqimin e përpunuar përpara. Atëherë, në qoftë se do të na mbetet nëpër këto xhepat, ka shumë të ngjarë që ajo feqja e mbetur, për shembull, mund të qëndrojë aty edhe 15 ditë, edhe 1 muaj. Të përmendim që... Ndërkohë që aty vazhdojnë që me thithë të thithin ujin. Dhe ajo është bërë tek disa njerëz që neve ju kemi bërë një shplarje të zorës, ajo sikur ka nxjerrë copa, kanele nga 4-5 mm të trash. 3 mm të trash. Individi ka qenë me kapslëk? Shumë obez, me konstipacion të vazhdueshëm, mund të them defekonte një herë në javë, ishte rreth 140 kg. Shkakton obeziteti kapslëk? Patjetër. Fryhen zorët, fryhen gjithë shka, mbushen me gazra, mbushen me feqe. E kuptoj. Pra ajo mund të ketë defekuar, si rast, për shembull, mund të themi 5-6 kg, një zbrazje dhe një çlirim i saj, një kënaqësi e plot. Dhe pikërisht për këtë do të flasim tani, për trajtimin se si të zbrazim zorën pas një kapslëku kronik me njëherë pas publicitet, pas të shkojmë në publicitet. Shumë rrallë ndodh, ose mund mos ndodhi fare, po ka njerëz që kanë ndoshta një metabolizëm aktiv. A është normale që disa njerëz defekojnë 2 deri në 3 herë gjatë ditës? Çfarë quhet një metabolizëm aktiv, një tretje aktive, apo ka ndonjë problem tjetër? Shumë e mirë për këtë organizëm, pasi ky nuk mban toksina në trup. Ndoshta mund të ketë një anë negative, për shembull që në drejtim të përthithjes, që jo të gjithë mikroelementet përthithen nga ky organizëm, sepse i bie që në çdo 12 orë zora të zbrazën. Pra ka njerëz që ushqehen, defekojnë. Ushqejnë me konsumojnë një vak, defekojnë. Është gjë e mirë apo duhet parë dhe konsistenca e jashtëqitjes? Nëse ai ushqehet dhe brenda 20 minutash duhet shkojnë në tualet, kjo nuk është e mirë. Po, patjetër, ky e ka sindromin e zorës i irrituar. Sa shkon ushqimi aty, ajo të patolerueshme nga zora dhe nuk absorbon organizmi dhe ngelemi si thuaç në ato kufit e një njeriu që është me anemit plot. E kuptoj, edhe defekimi 2-3 herë në ditë duhet të theksojmë që duhet të jetë normal, apo jo? Nuk është për të shqetësuar, por nuk duhet të defekoj 3 herë në ditë.
1 ose 2. Është mëse normale. Për trajtimin e për të zbrazur zorën për ata që vuajnë nga konstipacioni kronik, jo vetëm të moshuarit, po kushdo individ që është duke na ndjekur, pas publicitetit do t'japim disa variante të mundshme për t'u lehtësuar. Si të ndihmojmë veten ose dikë që vuan nga konstipacioni, në kapslloku kronik, dhe si të shpëlajmë zorën për një periudhë të shkurtër kohore. Do t'japim 3 variante, kështu që na ndiqni me vëmendje. Po patjetër. Çfarë nuk duhet të mungojë? E para është kështu që neve mund t'i themi çdo individi të pi një gotë me ujë të ngrohtë në mëngjes. Është me vërtet një laksativ i mrekullueshëm. Po. Thjesht ujë të ngrohtë, mbushe, pije 38-40 gradë, e pim dhe kjo është si pararendse për pastrimin e toksinave nga zorët dhe zorët e marrin atë vitalitetin e tyre. Po. Pra shkarkohen rregullisht mirë. E dyta, këtë ujin e ngrohtë për shembull, le të ngjitemi pak, le të ta bëjmë pak më luks, mund ta bëjmë duke shtuar për shembull tek uji i ngrohtë, le të themi një lugë supe me fara liri të shtypura. Të shtypura. Të shtypura, po. Ka ndonjë diferencë nga jo të shtypurat? Pra, apo kjo është më e thjeshtë, më e lehtësuar? Kjo është pak më e vogël. Atëherë, këto të shtypurat çlirojnë shumë më lehtë dhe më shpejt atë mucilagjin që na ndihmon atë si xhel. Kuptova. Dhe një lugë çaj me fara kia. Pra, 2 fish fara liri dhe 1 fish fara chia. I marrim këto dhe i përzijejmë në këtë ujin e ngrohtë. Këtë si përzierje duhet ta bëjmë në çdo 2-3 minuta ka një herë. Pra në ujin e ngrohtë, gjatë kohës njerëzit bëhen gati, po? Një lugë supe, fara chia, një lugë çaj, mund të shtojmë edhe pak mjalt, jo më shumë se një lugë çaj. Kaq është e mjaftueshme. Atëherë, do krijohet një si xhel veshkullor, po, duke e trazuar. Ne po ta shikojmë, është ai momenti i tashëm që fillon ai si mund të themi ngjyra ndryshon, dhe paracia bumehen. Musli e bën më të turbulterën, si atë ngjyrën. Ndërsa farat e lirit që janë të shtypura mund t'i afrohen asaja, por jo si ajo. Megjithatë, këtu tash tashmë ai fillon të formohet ajo si mas gelatinoze dhe fara e lirit po e çliron tashmë këtë omega 3 në ujë. Atëherë, po të njëjtën gjë e bën edhe fara e chias. Kjo më shumë do na qëndrojë lart fara e chias, nuk ka rëndësi, po shiko se si lidhen këto tashmë. Nëse që para ato rëshqisnin lugë, tash shiko. Po, sepse fillojnë lëshojnë atë si xhel. Xhelin e tyre. Atëherë, mbas 5 minutash, mbasi e kemi përgatitur mirë këtë, e shikojmë, e pim lëngun që vjen pak si veshtullori, trash, kjo pihet 15 minuta, 20 minuta para buke. Kjo është e para. E dyta, mundet që të marrim dhe të përdorim një mëngjes, le të themi, me 2-3 lugë gjelle, pra hedhim kosi në pjatë, 2-3 lugë gjelle musli, dhe e përzijim edhe këtë e lëm 5 deri në 7 minuta. Ka një kuptim shumë të mirë për tretjen, pra ndihmojmë shumë mirë tretjen, duke e lënë që këtë ushqim neve sikur ta përpunojmë pak në pjatën e gjellës, kur është mbi tavolinë. Pra aty fillojnë që të na shumohen këto, jo vetëm këto aminoacidet, por ai kosi i pasuruar me këto probiotikët, duke qenë që fillojnë këto mikroelementet të ushqehen, fillojnë të shumohen. Pra që të dyja këto na ndihmojnë më së miri, pra jo vetëm me këto omega 3 dhe 6 që ndodhet te këto, pra këto acidet, por momenti i parë është që organizmi ka filluar të marrë fibrat. Atëherë, konsumohet edhe ky mëngjesi me këtë dhe mundet që të pim ndonjë çaj, por do të theksojmë një gjë. Nëse mund të përdorni gjethen e senës, ai le ta përdor, ai individ
një herë ose dy në javë, jo më shumë. Pse? Sa për të zgjidhur, si thuash, atë situatën e kapslikut. Po ta përdorim duke e bërë si vijë, si normë që unë çdo ditë do pi një gotë me gjetesene, nuk bëjmë asnjëherë mirë. Vetëm e irritojmë zorën e trash, e skuqim nga brenda dhe zora e trash do të bëhet dembele. Atëherë, pa këtë, ajo nuk do të shkarkoj, nuk do të defekoj. Qartë, se ka të memorien e vetë. Do të thotë ndonjëri, po mirë ma punë e madhe, unë po e pi një çaj sena dhe mbaroj punë. Po, ai mund ta pi një herë në javë, maksimumi 2 herë në javë. Ndryshe, nga padia, ky nga një konstipacion, ky do të vej tek një ulçër në zorën e trash. Dhe kjo është e pa diskutuar. Të gjithë që e përdorin në mënyrë të vazhdueshme kanë përfunduar tek një sëmundje, tek një patologji. Atëherë, nëse duam që ta ndihmojmë përsëri zorën e trash, gjatë ditës ne do të konsumojmë ndonjë frut që ka kalium. Edhe kjo na ndihmon. Ku ndodhet më me shumicë? Po ka kumbulla për shembull, kajsi, kivi. Kumbullat kajsit për momentit janë të thata, për shembull. Të thata, shumë bukur. I marrim 4 kumbulla, i ziejmë me një gotë ujë, e pim atë ujin e kumbullave, i ham edhe frutat. Ziejmë kajsit, i ham, i konsumojmë dhe ja ndihmuam jashqitjen. Ham 1 ose 2 kivi. Pra edhe këto na ndihmojnë shumë mirë, jo vetëm me kaliumin që kanë, por edhe me pak fibra që ato përmbajnë. Atëherë, dhe janë fibra të tretshme. Atëherë, çfarë mund të bëjmë tjetër? Për shembull, një çaj tjetër që mund të rekomandojmë? Mundet që të shtojmë në gjellë, për shembull, që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit, gjethe finoku. Finoku ka atë erën e mirë të uzos, si uzo kështu. Ja grim të freskët siç është, ose dhe të thatë. Pra, heqim rigonin dhe zënsojmë me finok dhe me borzilok. Finoku na ndihmon në defekimin shumë të mirë të zorës së trash. Po kështu mund të bëhet edhe çaji i farave të finokut. Një lugë çaj mund ta zgjidhni në gotë ujë. Në gjellë ose në çajin e përditshëm. Kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe me shumë pak harxime. Të gjitha variantet që do tregojmë, mëngjesin ose gotën e ngrohtë me fara kia dhe farat e lirit është e pa zëndësueshme. Do të themi që kjo është shumë mirë që të përdoret kështu. Kur kemi filluar të përdorim këto trajtime që ju po më tregoni, doktor, kur fillon rregullohet përmirësohet? Kjo filloi që të lidhet, dhe po ta shikojmë, ta prekim me dorë, këto janë të rëshqitshme në dorë tash. Kur shkojnë në zorën e trash, këto nuk ngjiten më në muret e saj, por rëshqasin, ecin, dhe na ndihmojnë se duke rëshqitur nëpër muret e zorëve, kjo nxjerr është tamam si një shpatull muratori që kruan, pastron zorën, që të dyja, edhe fara e qias, edhe fara e lirit. Qartë, po një njeri që ka vojtur prej kohësh nga konstipacioni, kur fillon të ndjej ato përmirësimet e para pikërisht nga ky ndryshimi i regjimit? Brenda 24 orëve. Pra, ditën tjetër, zora zbrazet lirshëm, pa gërvishje, pa asgjë. Pra, ujë ngrohtë me 2 llojet e farave, frutat që do të konsumohen, kivi, kajsi të thata apo kumbulla të thata, çaj edhe me në darkë, për shembull, mundet që të konsumojmë një çaj me lvore drunakuqi. Këtë ne kemi theksuar edhe herët e tjera. Një lugë gjelle me drunakuq. Hidhet në ujin e nxehtë, e lëm 15 minuta, pastaj i japim një val 2-3 minuta. E lëm të kulloj dhe pihet çaji. Ato antrakinone e dëmshme oksidohen në atë ujin e nxehtë, prandaj e lëm, dhe çaji pastaj është një laksativ i mrekullueshëm. E përdorim një gotë çdo darkë. Nuk e dëmton zorën e trash, nuk e irriton dhe ka një të mirë të pa diskutueshme. Shton florën e mirë bakteriale në zorë. Atë që njeriu mundet që ta ketë toksifikuar me medikamentet farmaceutike, atë defekt kjo e rregullon më së miri. Në vend të gjetheve të zenës, po mendoja, dikur na ke treguar doktor një formulë natyrale të klizmave. Po. Që mund të përdoret edhe nga kjo grup mosh. Mund të ripërsërisim, të rithemi edhe një herë? Po, mund të marrim afërsisht 30-40 ml ujë të ngrohtë. Tresim në të sapun sa
një kokër lajthi ose një gjysmë. Sapun të çfarëdoshëm apo? Sapun rrobash të çfarëdoshëm. Nëse do e bëjmë këtë klizmë për fëmijët, është e mjaftueshme sa 2/3 e një kokre lajthie sapun, e shkrijim aty, hedhim dhe një lugë supe me vaj ulliri, e marrim me një shiring 50 ml dhe e futim në anus. Zora e trash zbrazet brenda 15-20 minutash. Kjo, si të thuash, çon sinjalet në tru që organizmi duhet të vejnë tualet për tu zbrazur. Vaj ullirit në ndihmon për këtë gjë. Njëherë uji zbut feqen që mund t'jetë tharë, t'jetë bërë thatë e fort. Ai sapuni është i mrekullueshëm për të çuar ato sinjalet, se jep një sindezje të zorës së trash, ndërsa vaj ullirit shërben për t'i lubrifikuar të gjitha muret e pjesës së rektumit dhe të anusit, në mënyrë që ajo feqja kur të dali të mos na krijojë ndonjë çarje. A krijon memorie apo dembelizëm zora pikërisht nga klizma, kjo klizmë natyrale? Jo, absolutisht jo, sepse neve atë klizmën nuk do ta bëjmë çdo ditë, jo. Ajo është një herë kur njeriu ka 6-7 ditë pa dalë. Po. Pa le pasaj siç vinë disa për shembull një herë në 15 ditë. Kjo është e tmerrshme. Ka ndodhur? Patjetër, po. Dhe neve ju kemi thënë puna e parë që do të bësh. Për të ruajtur zorën e trash, do të bësh klizmë. Derisa ajo të zbrazet mirë. Dhe mandej pastaj vazhdojmë te ky trajtimi këtu. Dua të di si ndjeshin këta njerëz që kishin defekuar një herë në 15 ditë. Çfarë problemesh ndjenin? Përveç se dhimbjeve të barkut, fryerjeve dhe me radhë. Ajo prekte me dorë këtë degën zbritse të zorës së trash. Furi i zorës trash komplet ishte bërë kështu si gur i fort. Dhe i janë dashur të bëj 2 klizma për ta zgjidhur plotësisht problemin. Pasi doli një herë gjysmë e ndjente akoma që donte të shkarkonte, bëri edhe një klizmë tjetër, u zbraz zora e trash dhe atëherë aty ajo tha ta shtitha e ndjeva kënaqësinë e të ndjerit mirë. A shkakton stresi kapslok kronik? Patjetër, po. Po ka një lidhje shumë të fuqishme, të ndërvarur dhe të ndërsjellët nga njëra tjetra, sistemi tretjes me trurin. Nëse nuk na funksionon mirë sistemi tretjes, truri kërkon mikroelement nga kjo ushqyes të cilat nuk i merr. Një pjesë më të madhe truri, sidomos yndyrnat, i merr, i glaboron, si thua që në stomak, si thua i avjedh trupit, pa i lënë që të futen në përzorët e holla. Atëherë, këtë mirë që e siguroi truri, por i duhen akoma mikroelement ushqyes. Pra jo vetëm këto acidet yndyrore, po i duhet edhe oksigjeni. E në këto raste kur shkon një gjak, për shembull, i kontaminuar me ujin e feçeve, ky fillon që të na çojë sinjale negative në zorë. Këto sinjale negative toksifikojnë, vrasin, helmojnë ato bakteriet e mira që ndodhen në mikrobiomin e zorës. Këto bakterie që njëra tret ushqimin, njëra e copton, njëra e lëviz zorën, shtojnë peristaltikën e kështu, këto bakterie që humbasin ulen në numër, do na japin atë nga dalësimin e zorës. Po, e qartë. Pra, ja një lidhje e pasbërthyeshme sistem nervor, sistemi tretjes. Është diçka që nuk duhet të neglizhohet, duhet gjetur shkakun nga vjen, sepse ne mund ta kurojmë, ta trajtojmë me disa variantet që treguam, por dhe duhet dim dhe burimin, dietën ushqimore, çfarë konsumojmë, aktivitetin, peristaltikën, edhe kjo lëvizja e së treqja e barkut që na ke treguar kohë më përpara, sa e vlefshme është, nëse munden këta persona të treqin. Shumë e vlefshme, sidomos edhe të moshuarit, po ta bëjnë, e ndihmojmë shumë mirë lëvizjen e zorës. Pra, mbledhi muskujt gluteus nga mbrapa dhe pjesën e barkut përpara. I tërheq kështu, e mbajmë 15-20 sekonda dhe e lëshojmë. E tërheq prap, e mbledh, e mbaj dhe e lëshojmë. Në këtë mënyrë, kjo muskulatura e barkut fillon që të tkurret. Edhe të gjitha zorët që janë si të fryra me gazra e kështu, ato mund të na kthejnë në fluska uji, kështu që nuk rri më barku i fryrë, nuk varen, nuk krijojnë pala dhe rrjedhimisht, feqja në zorën e hollë dhe në zorën e trash, do lëvizje një traqme pa u shkëputur, jo, pa u shkëputur, se ato mund të ndahen nga njëra tjetra, në këtë hapësirën midis nga feqja në feqe krijohet
ajër këshu, dhe zora duke qenë që nuk ka mas, po ka gaz, mund të pësoj një si dridhje këshu. Po. Dhe kjo jep ato ngërçet nervore, ose dhimbje që njerëzit duhet të mbajnë barkun me dorë, e pa le pasaj të ndonjë fëmijë që mund të shtrihet për tokë dhe duket sikur ai do të hajë çimenton me dhëmbë. Po, në këto kushte, një ngrohje e barkut ç'a mund të bëhet? Një ngrohje e barkut, çaj me gjethe në energjiku. Po. Me njëherë, dhe mandej pasaj mund të kalojmë tek finoku. Qartë. Mirë, doktor, goxha këshilla dham dhe sot për... Një mënyrë e dytë, ky ujë për shembull, që tashmë shikoj sa mirë u bë më gelatinos, që do konsumohet kështu siç është pesëll në mëngjes. Mund të pijmë çajin laksimer 2 deri në 3 gota në ditë. Gjatë ditës. Pra, nëse një njeri defekon një herë në 3 ditë, e përdor disa ditë rresht 2 deri në 3 gota në ditë. Po. Zbrazet zora, është momenti që ka filluar e flora e mirë në zorë të prodhohet, e ndihmojmë zorën me këtë, për shembull 3 ditë, 4, 5 deri në një javë. Në fillim mund ta fillojmë me 3 gota, pastaj 2, pastaj e heqim dhe çaj laksimer mande ndërpritet. Vaji i recinit që është në tryez është për ta konsumuar apo për të bërë fërkime në barkun ku kemi dhimbje? Një mënyrë tjetër, për shembull, nëse unë s'dua të pi çajin, këtë gotën e ujit të ngrohtë e pa diskutuar kjo me një lugë çaj vaj recini. Dhe ajo ditën tjetër bën që zorra e trashë të zbrazet në mënyrën më të mirë. Mund të pim edhe një çaj për shembull me lëvoren e drunakuqit dhe me lulen e akes. Edhe këto që të dyja na ndihmojnë edhe në toksifikimin, si thua, të parazitëve dhe i shtyjnë ato që të ecin përpara. Bashkë me jashtëtjen, e kuptova. Pra, mos e neglizhoni, ka mënyra plot për të mos ju bërë të ndjeni kështu të tensionuar edhe me probleme, sepse kanë siklet të madh individët që defekojnë shumë rrallë, sidomos për grupin e të moshuarve, që për shumë arsye që u përmendën këtu, edhe për shkak të medikamenteve, mungesës aktivitetit, dietës së varfër, ndonjëherë edhe oreksi nuk është në nivelin e dur në këtë moshë, që do të zgjidhim ushqime me fibra edhe të ndjekim të këshilla që u dhanë sot me doktor Yllin. Faleminderit, javë të mbar. Faleminderit edhe juve. Do të vijmë sërish të anën e ardhshme me këshilla për shëndetin tuaj. Kalofshi një ditë të bukur, shihemi nesër bashkë. Mirupafshim.